Përshëndetje shenja Briciapit, kjo është panorama e interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndapa në 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizmë orakull. Në gjendjen tuaj personale kemi 9 kupat, mbreti i shpatave, 2 shkopin, 2 kupat. Java nis me një nga kombinimet më të bukura për gjendjen personale. 9 kupat tregon se ka diçka për të cilën mund të ndiheni mirënjohës ose mirënjohëse. Mund të mos jetë përsosmëria që kërkoni, por duket se është një moment ku kuptoni se disa dëshira ose nevojat tuajat tashmë janë përmbushur. Mbreti i shpatave tregon një energji shumë të pjekur mëndërisht. Tregon se ju po përpiqeni të analizoni situatat me logjik dhe gjak ftohtësi, pa lejuar emocionet që t'ju manipulojnë. 2 shkopinjt tregon se po shikoni dritë së ardhmes. Mund të jeni duke menduar për një zgjedhje, duke menduar për ndonjë plan, ose duke menduar për një drejtim të ri. 2 kupat në fund tregon se gjatë javës mund të ndiheni më të lidhur me veten, ose me një person që ju kupton dhe ju mbështet. Kartat këshillojnë të mos e nënvlerësoni qartësinë që keni fituar, sepse qartësia është busulla më e saktë. Kalojmë në familje. Në familje kemi 7 monedhat, 8 kupat, 5 kupat, hierofanti. Në familje, duket sikur ka pasur ose ka shumë investim emocional ose ekonomik për disa. Pra, ky investim mund të jetë në një situatë familjare, sepse tregon durim dhe pritje. Mund të jetë ndjesia se keni dhënë kohë, energji ose mirëkuptim dhe jeni në të drejtën tuaj që prisni të shihni rezultatet. Por 8 kupat tregon se në një moment lind nevoja për t'u larguar emocionalisht ose fizikisht nga një pritshmëri ose nga një mënyrë e vjetër e të menduarit. 5 kupat tregon se ky proces nuk është pa dhimbje. Mund të ketë keqardhje për atë që nuk ndodhi, për atë që humbi, ose për mënyrën se si janë zhvilluar disa situata. Megjithatë, hierofanti në fund flet për urtësi, flet për pajtim me realitetin edhe kuptimin e ngjarjeve. Kjo kartë shpesh tregon se pas një periudhe zhgënjimi vjen një mësim që sjell paqe. Kartat këshillojnë të pranoni atë që nuk mund të ndryshoni dhe lejoni që koha t'ju tregoj kuptimin e situatës. Kalojmë në dashuri. Në dashuri kemi 5 shpatat, asi i monedhave në të kundërt, faqa e shpatave, 10 shkopinjt. Në dashuri, 5 shpatat nënkupton se mund të ketë pasur ose mund të ketë mosmarrveshje, keqkuptime, ose një situatë ku dikush ndjen se duhet të mbrohet vazhdimisht. Asi i monedhave në të kundërt tregon se diçka nuk po merr formën e qëndrueshme që ishte shpresuar. Mund të ketë vonesa, pasiguri, ose mungesë baze të fortë për momentin. Faqa e shpatave tregon shumë mendime dhe vëzhgim. Dikush po përpiqet të kuptojë situatën, por mund të mos i shprehë të gjitha ato që mendon. 10 shkopinjt tregon lodhje. Kjo kartë mua më jep ndjesinë se njëra palë po mban shumë mbi supe, më shumë peshë se sa duhet. Mund të jetë lodhje nga pritja, nga analizimi i tepërt ose nga përpjekja për të mbajtur gjithçka nën kontroll. Ajo që më bie në sy është mungesa e kartave emocionale në këtë sferë, që janë kupat. Dhe kjo më bën të mendoj se problemi nuk është mungesa e ndjenjave, por unë mendoj se mund të jetë pesha e shqetësimeve ose e rrethanave. Kartat këshillojnë të mos mbani mbi supe më shumë se sa ju takon. Një marrëdhënie e shëndetshme kërkon përpjekje nga të dyja palët. Kalojmë tek puna. Në punë kemi drejtësia, vdekja, rrota e fatit, faqa e shkopinjve.
Në punë, kjo duket si sfera me potencialin më të madh për ndryshim, sepse drejtësia tregon se po korrni çfarë keni mbjell. Çështjet e pazgjidhura mund të sqarohen, mund të korrigjohen dhe balanca mund të rivendoset. Vdekja është një kartë transformimi. Duket se diçka mund të përfundojë, por jo për t'ju dëmtuar. Ndoshta po përfundon sepse mund ta ketë përmbushur qëllimin e vet, pra e ka mbaruar rolin e vet. Rrota e fatit tregon se ndryshimet nuk mund të varen dhe nuk do të varen vetëm nga ju apo nga ne njerëzit, sepse ka faktorë të jashtëm që po lëvizin dhe që mund të hapin mundësi të reja. Faqja e shkopinjve sill entuziazëm, kuriozitet dhe një frymë të re. Mund të jetë një ide, një projekt ose një ofertë ose thjesht një motivim i ri. Duket sikur duhet të mbyllet një derë që të hapet një tjetër. Kartat këshillojnë të mos keni frikë nga fundet profesionale, sepse ato mund të jenë fillimi i diçkaje më të përshtatshme për ju. Kalojmë në Prism Oracle ku kemi mbrojtje. Mbrojtja nënkupton se jo çdo derë e mbyllur është humbje. Ndonjëherë është mbrojtja që ju nevojitet për të ecur në drejtimin e duhur. Paçim.